njeriu her pas here, mos me thonë vazhdimisht, ka nevojë me kujtu faktin se është qenje duke u sprovu në këtë botë. Ndoshta pe gjanave që mas shumë t'i kem nevojë me rikujtu, me përsërit edhe me sjellë ndërmend, është fakti se ne jetojmë një jetë dhe filozofia e kësaj jete është e tëra sprovë. Do më thonë, ne prej momenti që kem dalë në këtë botë dhe, si me thonë, e këna arrit fazën e pjekurisë, ku mendja jonë ka mujt me i perceptu gjanat saktë dhe drejt. Prej aty ka fillu procesi i sprovës, i testit. Ne jemi duke u sprovu. Ne në çdo hap jetës jemi sprovë, jemi në test, jemi në provim. Allahu i mandueshëm në librin e tij na ka kujtu këtë realitet. Unë po aseli ndërmend ajetet në surën El Mulk, ajetin e dytë, pasi që Zoti Madhreshëm e lavdron veten në ajetin e parë, në ajetin e dytë na sjell neve këtë realitet, që për fatkeq ndonjëherë për shkak të angazhimeve të jetës e harrojna që jemi duke u sprovu. Është shumë fatkeqësi njeriu me shku në provim, mu ul në sallë provimit dhe me harru që në provim. E mja nisë më mirë me tema të kota, të e pas parasysh se aty ka pyetje, koha është e kufizume, edhe për ati provimit varet suksesi i tij. Kur i kujton njeriu këto realitete, është ka gja fatkeqësi që njeriu me, si me thonë, me harru, ose mos me sjell ndërmend, që ka ardhur në këtë botë mos provu. Gabimi tjetër në lidhje me çështjen e sprovës, e testit, e provimit, është gabimi se ndonjëherë e kërkojmë një jetë absolute, e kërkojmë një lumturi absolute, kërkojmë rahati absolute në këtë botë, dhe kjo bjen ndesh me faktin se na jemi tu sprovu. Nuk mundesh me hi në sallë të provimit edhe muni krejt i qetë, edhe muni krejt rahat. Vetë fakti se sa do që ti kish punë të mirë, e sa do që ti ish rahat, vetë fakti që ti je në provim, edhe vetë fakti që ti fillon me mendu për rezultatet e provimit, kjo një farforme nuk len mjaftu shumë muni i qetë, muni i rahat shumë, muni i lumtur e kështu me radhë. Prandaj, është gabim me kërku që, si me thonë, të jetë absolutisht i lumtur, të jetë maksimalisht, si me thonë, në rahati. Edhe rahatia, edhe lumturia, edhe gjitha knatësitë e kësaj bote janë relative, nuk janë 100%, nuk janë absolute. Për faktin se jemi duke u sprovu, edhe sprova, do më thonë, si me thonë, e zbret relativisht edhe lumturin, edhe knatësin, edhe rahatin, edhe çdo gjë të bukur në këtë botë. Prandaj Allahu ka dashur kësaj bote mi dhon shumë të mira, por mi dhon edhe faktin e provimit. Edhe tash, kur ti bëjsh të dyja bashk, në një anë që ne gëzojna shumë të mira, po anën tjetër jena në provë, jena në provim, ky provim, si me thonë, nuk na jep komoditetin me qenë 100% lumtur, 100% në rahati e kështu me radhë. Sepse nuk mund me hi në sallë provimit edhe mund 100% i rahatshëm. Kur nuk i din krejt pyetjet, ki problem, s'ki kërki, i kinja 4-5 vetë që të rinë mi kry, edhe për shembull nuk lan me kopiju, ose nuk lan me këshyr anesh, edhe e kështu me radhë. Hajde të shkojnë atë ajeti kuranor, edhe të qyrim qysh na fol Zoti, qysh na shfaq Zoti këtë realitet, që po thamë edhe njëherë, pe harrojmë dhe njëherë. Tebaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Para se me tregu filozofinë e jetës, para se me tregu faktin se kjo jetë është sprovë, aja ka tregu njëherë kush ka drejt me bo këtë jetë sprovë, kujna i takon. I madhruar është ai që në dorën e tij është i tërë sundimi. Allahu fuqiplot, ai është i plot fuqishëm për çdo send. Në ajetin numër 1. E tregon fuqinë e tij, e tregon sundimin e tij absolut mbi gjithçka që ai ka kriju,
Ai është i plot fuqishëm. Përderisa Zoti ka kriju dhe është i plot fuqishëm, edhe i takon sundimi absolut i çdo gjëje, ai e ka drejt me kriju një jetë, edhe atë jetë jo me kriju që shdojna na, me kushtet tona, me kushtet e atij që është krijues. Ai ja përcakton kushtet. Jo na. Na do të mos sjell konform kushtet që ja ka vendos ai që e ka kriju. Kur ti shkon me blej në çfarë do qoftë, domethënë edhe teknologji, ti keme përdor ato në përputhje me kriteret që ja ka vënu ai që ka marru ose ai që ka prodhu. Jo ti që dush. Në ajetin e dytë thot kështu: Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tash këtu qëndron fakti na çtu po dojna monal. Në ajetin e dytë ai është që krijoi vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar se cili prej jush është më vepër miri. Pse qenë ka provim? Po pse është provimi? Provimi, pse shkojnë njerëz në provim? Me këshir kush është më i miri, me këshir kush merr po jena mas shumti. Kjo dhe domethënë kriteret e provimeve tona. Një jetë është provimi i Zotit. E ka bu këtë jetë sprov, me këshir kush është më vepër miri. Për ne me çdo gjë që na largon pe këtij synimi, zot më marr këtë, do të më la anash. Kur njeriu shkon ulet në provim, krejt përqendrimi i tij duke më on letën e provimit. Çdo gjë tjetër ka ku ma vonë. Na s'kena ku mu idhnu me njëri tjetrin. Na s'kem ku me urrejt njëri tjetrin, se shkurtë provim del. Na s'kem ku me i bën kurtha, intriga njëri tjetrit. S'kem ku, s'ka ku këtë botë. O i nderuar, i ardhmë provim edhe kime ecë. Shmush e provimin sa më mirë, s'ka van këtë botë. Nuk ka ku shumë me nxjerr spira, me bu lufta, urrejtje, ngarkesa, s'ka ku. Shpejti kjo botë se është provim. A i keni pa provimi shpejti? Na po besoj se cili për neve ka kalu pak naj sahat provimit. Po i 5 dakika duket provimi. Sepse është sikleti i përpjekjes mu përgjigjë. Tani, para se mu nalë edhe pak një zbërthim tutje në ajet, më lejoni veç një analizë të jabojnë ajetit. Zote po thot, ai është i cili e krijoi vdekjen dhe jetën, që t'ju sprovoj juve kush më vej për miri. Ai është nga dhënysi me katë falsi. Ajo që ka nevoj pak analizë, kështu, hadhe dhe ju pak vetë me analizu është pse ka përmen një herë vdekjen tani jetën. Ka thonë, aje krijoi vdekjen dhe jetën. Nuk ka thonë e krijoi jetën dhe vdekjen që shedim na renditjen, se që kjo renditja si mas nesh, njëherë njeriu jeton tani vdes, ai ka thonë njëherë vdekja, tani jeta. Dietarët kanë bosh gjithmonë analiza rreth çiti fenomeni. Ka edhe shpjegime shkencore për këtë jetë. Nuk jam sot për me hi në atë fush. Po du me hi do shpjegime që i kanë bo dietarët, po menoj dietarët e fesë, hoxhallarët, lidhje me vdekja jeta. Pse ka përmend një herë vdekjen, tani e ka përmend jetën. E para punës, pyetja shtrohet, njeriu jetën edhe vdekjen, cilin në rrezik me harru? Cila është potencialisht e mundshme mu harru? Jeta apo vdekja? Vdekja se jetën është të jetu. Jetën po ndodh me harru, po zakonisht nuk mund me harru, se është të jetu. Vdekja është e ardhshmja. Cilin e ka përmend Zoti të parën? E ka përmend atë fakt që është rrezik mu harru. Po me plot gojen tham, njerëzit e harrojnë vdekjen. Se jeta i bën me harru vdekjen. Edhe jam i bindun, shumë njerëz, sikur të kishin besu, edhe të kishin sill në kujtesë shpesh se duhet me vdek, nuk e kishin bë punë të këqija. Është bela e madhe njeriu këtë botë me harru vdekjen, me harru faktin se duhet me vdek. Po
Po jo nuk është problem vdekja si vdekje, problem është llogaria masajt. Prandaj është arsyeja dytë pse ka përmend Zoti vdekjen tani jetën. Sepse pyetjen, nëse e shtrym një pyetje, pse po sprovohemi ne? Se qenë kemi në sprovim. Sepse ekziston një vdekje, edhe mas asaj ka mu shpjegu, kanë mu shpërndo provimet, kush e ka kalu testin. Do më thonë, cilë nuk është jeta, cilë është vdekja, cili qëllimi i proves është vdekja, mas vdekjes, nuk është jeta. Prandaj e ka përmen vdekjen para jetës. Tjetra, vdekja është motivi që i zhdasht njeriut mi dhonë, me vdekje mi dhonë kuptim jetës. Fakti se ne kemi me vdek, i bjen që ne duhet mu angazhu ma shumë për këtë jetë. E kundërta e asaj që shpeshër e bojnë muslimantë. Papunësit, ahmakit, papërgjithësit, vdesin njerëzat në spital, dela i thëtë, vdekjen e kam posë. Do më thonë, na me vdekje i justifikojmë papunësite, neglizhencën e papërgjithësinë e kështu me radhë. Apo jo? Do më thonë, për kundrazi, Allahu e qetë vdekjen fillim, sepse njerëzit që besojnë se kanë me vdek, angazhohen ma shumë. Është një shkencëtar, është një filozof, a dini qysh e kanë rrujetën? E kanë rrujetën në mënyrë drastike. E ka qelë një varë të shtëpia vetë, edhe çdo ditë e ka llogarit që në mbrëmje ka me vdek. Edhe një njeri që ka me vdek sonte në mbrëmje, a e le gjumon? Çfarë vjen gjumo, e ngon me vëmendje, shkon te shtëpia, ungjet me gru, e shihen takimin me fëmijë, i le porosit, i le amanetet, që me thonë, është dita e funit. Vallai zvdisht premten, ka mundësi të shtunën, edhe të shtunën angazhim me llogaritni tani me vjetë qështu, me vite. Tana të llogarit se mundet me vdek, hade t'i dhona zër të kryna. Jepi zër, kryje punën se mundu me, s'kjo është sikur kur jepum zër nëse pëdo me ra shi. Kry nëse mos po bje shi, hade jepi zër me kry. Do më thonë, vdekja i zhdash me na motivu neve për jetë, për punë, për angazhim e kështu më radhë. Do më thonë, me vdek, po me vdek me rigrumbull veprave të mira, me suksese, me angazhime, me punë e kështu më radhë. Figurativisht, çështjen se kjo jetë o sprovë. Ne gjithë jemi sprovë. Nëse marrim figurativisht, po i thojna kështu për me thjeshtësu, na gjithë jemi një sallë provimi. Salla e jetës. Së cili është tu testu, provim. Për para vetit e ka një fletë bardhë. Edhe aty i ka pyetjet. Edhe i ka një 4-5 vetë kujdestar që e monitorojnë provimin. Është një kohë e caktuar e provimit, edhe mbas të rezultatit provimit dihet a ke fitu, a ke ra, a ke kalu, a s'ke kalu. Prandaj edhe feja jonë shpjegon shumë mirë në ditën e gjykimit, prej gjërave të para që bëhet në ditë kiametit është njerëz ju dhurohen librat. Ju dhurohen librat. Çfarë janë ato libra? Janë fletët e provimit, si ti ku shkosh mi marr rezultatet, ata për me kohë korrekt nuk t'japin veç rezultatet, do të më t'japin edhe fletën e testit, që me ta argumentu me kemi këtë kuq, ku ke gabu, edhe me t'i tregu për secilin rezultatet. Çështo është, ne gjithë jemi në sprovë. Unë jam sot me juve këtu, për me boni një përpjekje me spjegu diçka në lidhe me pyetjet këtu, pyetjet. Ekzistojnë 4 pyetje të cilat janë boshti sprovës në këtë botë. Ne jemi të sprovuar me 4 pyetje, me 4 çështje të cilat ka do që të rrotullohemi në jetë jemi në provë. Pyetja e parë, prej si ke fillu me mendu dhe hinë moshën madhore, deri të ndash për kësaj botje, gjithmonë e kini pyetje me cilën rrotullohesh, ngritesh, zgjohesh, bjen me fiet e kështu me radhë. Ajo është kryerja e detyrave, kryerja e urdhrave, kryerja e porosive, qofshin të Zotit, qofshin të shtetit, qofshin të familjes, qofshin të zakonit. Njeriu në këtë botë jeton me një mori detyrash.
Urdhni i parë, ne ditën e fillojmë me urdhën e parë të Zotit, me i fal një 2 rekate për hatër të Zotit, edhe me i fillu detyrat tjera. Këtu tani komuniteti jonë ka një problem. Komuniteti jonë ka një problem. Shiko që me jetu pa detyra. Ai poeti ka thonë, mos i thuj Zotit zvëglëmi detyrat. Thuj Zotit forco ma shpinën e shtëmi detyrat. Pse duhet detyra në këtë jetë? Sepse detyrat i dhonë vlerë njeriut, i dhonë pesh, një njeri që pej neve krynë ma shumë detyra, a ka ma shumë vlerë, aja po njeri që zbëgjon. Është gabim jeta e kësaj bote, është instiktivisht e ndërtuar mbi kryerjen e detyra, mos ju ikni kryerjes së detyrave, sepse kryerja e detyrave, marrja e urdhnave në radhë parë prej Zotit, që feja është në një mos caktuar detyra, urdhra të Allahut Madhnushëm, që nëse i kryjmë ata urdhra, i japim pesh vlerë vetvetes. Një non, një kryfamiljar, një fëmijë që i bë detyrat, një student që mëson, një njeri që punon, njeriu si të punon i jep pesh vlerë vetit. Kur na ka ngarku Zoti me detyra, ka dashur me na dhon vlerë në neve. Na çka kemi bë? Ju kemi ik detyra, ju kemi ik përgjegjësisë. Ti në këtë botë mund me jetu pas një përgjegjësi. E vërtetë është, veç rrjedhimisht s'ki kur fare vlerë. Sa ma shumë të mash përgjithsi, qaq ma shumë merë vlerë. Mos harani derit hina në rdrasa, me qitë pun këra më marë, urna, detyra, urna, detyra. E dyta janë ndalesat. Në këtë botë ka disa gjanat këqia, s'duhet me i ba. Po bre o gjefendi, po këtu ndalesat mos pa në të senojnë pak lirin. Ta që kjo puna e liris këtu në përëndim mas shumë të njerëzit që e shmongon fen, është se dyqysh feja pja u kufizon lirin. A duhet me pas kufizim të liris? A duhet me ka njeri i lirë? Po. Në fakt, vllazni, ekziston një shprehje filozofike, thot kështu, s'duhet me pas kufizim të liris. Veç para se me fol për kufizimin e liris, duhet me fol për të kuptuarit e liris, që shë kupton njeriu lirin. Do më thonë, na mas pari du të më këthy me perceptu lirin. Qka liria? Liria nuk është egoizm. Liria nuk është qa dush me boti. Liria nuk është me riziku tjirt. Liria përfundon aty ku ti fillon me kërcnu tjirt, aty përfundon liria. Liria për kundrazi, kufizimet jepi kuptim liris. Ku të vëzit është komunikacion. A të vyna e vija e bardh në mes? A të vyna e vija e bardh në mes? Të vynë shumë problem me vozit një rrugë ku s'ka vit bardh. Vija e bardh një mën ty në lirin e kursis tane. Nëse jetë të ecë një rrugë, edhe e një bilder ku të shkruan kujdes se mas kësaj është një grup, e qërton ato që e ka vënu bilderin apo e falenderon? E falenderon se të ka pështu për një rreziku. Po njëjtë janë urdhnat e Zotit në këtë botë. Mos pi alkool, mos pi drogë, mos usel kesh ndaj prindve, janë krejt urdhra të cilat në esencë janë me shpëtu njeriu. Përderisa detyrat japin pesh, largimi nga të këqija është pastrim për njeriu. A dini sa jem të pastër, çat sa bojmë, domethënë çat sa largohemi prej të këqija. Nëse dikush arrin maksimalisht mu largu prej të ligave, maksimalisht është i pastër. Të këqijat simbolizojnë ndytje. Prandaj janë gjitha këtu e treta dhe e parafunit, po folim për çdo pyetjet e provimit, e para detyrat, e dyta ndalesat, e treta të mirat. Zoti na ka dhënë shumë të mira, mirë po këto të mira merit kërkojnë falënderim. Ka të cilësh do të me falënderu. Elhamdulillah, Zoti shëqër. Mirë po falënderimi nuk ka veç punë e gjuhës, as nuk ka veç punë e zemrës, është punë edhe e veprimtarisë. Njerëzit e falenderojnë Zotin me veprimtari. Nëse Zotit ka dhënë mall, atë mall do të me përdor në rrugë të Zotit. Kjo është falënderim ndaj. Nëse Zoti ka dhënë shëndet, atë shëndet e përdor, varësisht mirën që të ka dhënë Zoti, e përdor për në rrugën e Allahut të Madhnushëm. Edhe funit, Zoti na ka godit edhe jeta, ma mirë me thonë, jeta do të sjellë gjëra të pakëndshme. Edhe besoj që këtu s'ka nevojë koment. Çdo ditë janë im lajme të pakëndshme, janë ndodhen fatkeqësi. Gjërat e pakëndshme që na ndodhin në botë janë dy llojesh. Janë do të pakëndshme që na s'kena dorë hiç, ndodhin jashtë vullnetit tonë.
Si për shembull vdekja, vdes dikush i afërt, ti s'ki kur fare jashtë vullnetit është kjo. Edhe ka të këqija që na kena dorë aty. Dhe më thonë edhe na mos kujdesi jo në ka sjella të keqen. Të këqijat, të pakëndshmet, sprovat, belat, kërkojnë durim, kërkojnë sabër. Edhe na sprovuhemi çdo ditë, duhet sabër. Normal na kena shpjegimin për sabër. E kena bënë një herë këtu. Do të më kthyte sabrin Kur'an. Sabër nuk është me najt duar kryq. Sabër është me pranu që ka ndodhur një keqe edhe mu përvjel me ndryshu atë keqe. Mos e keq kuptoni sabrin. Sabri nuk është me najt duar kryq. Sabri është me pranu se ka ndodhur edhe me fillu mu përvjel për me ndryshu, për me largu një të keqe. Deri në frymen e funit në këtë botë, do të kemi detyra, do të kemi ndalesa, do të kemi të mira që duhet falënderim, edhe funit do të kemi bela fatkeqësi për cilat duhet me duru edhe me qenë të durushëm.